Alex Pepaj, 38 vjeç, vëllai i Jetmir apo Mir Pepës, dhe sipas pak, njeriu që drejtonte nga Dubai mbledhjen e parave të kokainës për grupin kriminal Pepa, është kapur dje në Emiratet e Bashkuara Arabe. Operacioni The Wanted i Interpolit Tiranë, në bashkëpunim me homologët në Abu Dhabi, finalizoi arrestimin e tij bashkë me 4 shtetas të tjerë shqiptar, të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga prokuroria e posaçme. Mes 5 të kapurve për ekstradim figurojnë Kristo Qirici, 44 vjeç, i njohur edhe si Jetmir Hoxha dhe Jetmir Qirici, vëllai i biznesmenit të vrarë Edmond Papa, Shkëlzen Kraja, 44 vjeç, Ilir Lazari, 30 vjeç dhe Merxhan Çeliku, 34 vjeç, ky i fundit akuzuar për mashtrim kompjuterik. 4 të tjerët, përfshir Alex Pepajn, akuzohen për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Kapja e Alex Pepajt përbën goditjen e 2 të rënda e familjes Pepa brenda 6 javësh, më 15 prill 2026. SPAK firmosi 11 urdhër arreste me vendimin numër 20 të GKK-s mbi kërkesën e prokurorit Alfred Sheu. Atë ditë në Tiranë ra në pranga vëllai më i madh Lulzim Pepa, 52 vjeç, ndërsa Aleksi dhe Jetmiri arritën të mbeteshin në arati. Tani pesha e mbetur i bie vetëm Jetmir Pepës, kreu të organizatës kriminale. Roli i Alex Pepajt në dosjen e timore është strukturor, jo periferik. Sipas përgjimeve të platformës KECC, të dekriptuara nga partnerët evropian të SPAK, ai ishte krau i djathtë i vëllait Jetmir dhe pika e ndërlidhjes me operatorët e huaj në Amerikën Latine dhe Europë. Në një nga bisedat e Sky, Aleksi raporton vëllait nga Dubai: "Kam 30 milion euro nga puna dhe akoma nuk po mundem t'i mbledh. Mora edhe 15 milion dirhem, t'i kem këtu në Dubai." Shifra në dirhem, ekuivalente me rreth 330 milion lek, sugjeron një hap të mirëfillt financiar të grupit në Emirate. Grupi kriminal i drejtuar nga vëllezërit Pepa akuzohet se gjatë viteve 2019-2021 trafikoi 7.5 ton kokainë nga Ekuadori, Peruja dhe Kolumbia, drejt porteve të Rotterdamit dhe Antwerpit, në bashkëpunim hetimor me Eurojust, Europol dhe agjencitë e Francës, Holandës, Spanjës e Mbretërisë së Bashkuar. SPAK ka sekuestruar 232 pasuri me vlerë 12 milion euro, përfshirë kompaninë Pepa Group, që ka përfituar mbi 50 milion euro tendera publik në sektorin e ndërtimit të shkollave dhe rindërtimit. Me kapjen e Alex Pepajt, hetuesit shqiptar fitojnë akses tek i vetmi person që njeh në detaj hartën financiare të grupit jashtë Shqipërisë, kontaktet në Amerikën Latine, partnerët e ngarkesave të përbashkëta, llogaritë në Dubai dhe rrjetin e parave të papastruara ende. Procedurat e ekstradimit kanë nisur. Marrëveshja Shqipëri-Emiratet e Bashkuara Arabe e ka shkurtuar ndjeshëm rrugën në vitet e fundit dhe pritet që brenda javëve ai të transferohet drejt Tiranës. Mbetet i vetmuar tashmë Mir Pepa, kreu i një perandorie ekonomike që arrin 69 milion euro investime në Shqipëri, ndërsa autoritetet duket se kanë rënë në gjurmët e tij.